Sali Zyba, po të kruan dhamë ty me dalë me mbrojt, por nuk është me të po këtu e me të shpërblim. Falë. Të nderuar qytetarët Republikës Kosovës, të nderuar deputet Kuvendit Republikës Kosovës, ky frikacaku veç vjen e lëshon një grusht miza dhe iks, ju shpesheni as tash nuk është këtu. Edhe kështu. E para deshta me falenderu prandaj. Sali Zyba, po të kruan dhamë ty me dalë me mbrojt, por nuk është me të po këtu e me të shpërblim. Falë. Apo kupton? Sali Zyba, nuk është këtu me të një me ta jep naj pozitë, se ti ki qef mu kallëzu para ti që e dëmë fort edhe mbrum, po sot ka ik dita. Edhe të lutem mos u ndërhy. Kryesus apo mon që të si edhe këthemi minutat prej fillimi, për deri sa nuk nalen ata. Lyp ju që të si, lutem. Të dashur qytetarët Republikës Kosovës, unë dola me falenderu, me që lypin i falenderim. Zoti Kurti, me falenderu, që për çdo ditë e ma shumë, po në ndihmon me shpërfaq fytyrën e Albin Kurtit vërtet. Edhe sot në këtë seancë, e dha një kontribut jashtëzakonshëm në shpërfaqjen e një realitetit të cilin ai e përfaqëson. Sot, në Kosovë, nuk është problem nafta, çmimi naftës, as nuk është problem çmimi energjisë, as i bukës, as i vajit, as i qumshtit, nuk ka probleme më të mëdha sot. Strumbullari, kryesori probleme është qeveria e udhëhequr nga Albin Kurti. Ky është problemi kryesor dhe i vetëm. Pa u hek ky njeri prej qeverisë, nuk zgjidhet asnjë problem. Asnjë problem nuk zgjidhet pa u hek Albin Kurti. Prandaj, dashur deputet të opozitës, këtë flasëm na, dhom ekspertiza, dhom ide, dhom leksione se si zgjidhen problemet. Nuk është interesun me zgjidh problemen. Sepse ky lutet çdo ditë me pas kriza në Kosovë, se ky veç në kriza mbjeton. Veç në kriza ky mshefet prej pafësisë e tij. Se ky në një sistem normal, në një shtet normal, demokratik, të mirëfillt, me zhvillim, ky nuk din me funksionu. Sinonimi kësaj qeverie është ura Saradronit. Këtë janë mundu prej mëngjesit me nashit men se kanë bo diçka në këtë vend. S'kanë bo kur gjutë që 6 vjetë, veç kanë vjedhë. Veç kanë vjedhë dhe kanë keq përdor, kanë abuzu. Gjdo kund ku kanë prej këta kanë abuzu. Këta nuk din me punu. Këta din me vjedhë, din me keq përdor, din me abuzu. Me mëngjes, kur e normë këtë kuvend, na të regun që këta nuk janë të interesun me zgjedh problemin e çmimit të naftës. Një qeveri e cila don me zgjedh problemet e qytetarëve, don me zgjedh problemin real të naftës, nuk e qet Rozeta Hajdarin me përfaqësu grupin më të madh qeveritar. Rozeta Hajdari, e cila i ka hongër gjitha rezervat e grurit Kosovë. Nuk mundet Rozeta Hajdari me zgjedh problemet e qytetarëve, se ka me hongër. Rozeta Hajdarin ma shumë e shohim bankat të gjykatoreve se sa që e shohim bankat kuvendit. Prandaj, vetë sjellja Rozeta Hajdarit këtu, me fol nemën të partisë më të madhe në pushtet, ose koalicionit qeveritar, tregon sakt se kjo qeveri, ky njeri, nuk i interesojnë problemet e qytetarëve, nuk i interesojnë hallet e qytetarëve. Dhe dua ta përsëris, problemi kryesor këtë vend është Albin Kurti. Pa u jek Albin Kurti nuk ka rahatin këtë vend. E po, prap qytetar dashur, nëse ju mendoni që duhet prap dilni votoni. Sa herë shkojnë anëzje dhe votoni njërin e njëjtë. Ama dhe nas kena munal të ju tregu kush është ky njeri. Ky njeri i cili veç dami ka sjell këtij vendi. Ky njeri i cili çdo gjë që ka prej në këtë vend e ka shkatru. Sot qasja e deputetëve të mazhorancës në këtë kuvend flet shumë mirë për gjendjen cilën e kam pru Kosovën. Ky ka qef me lu me shifra, me tregu pralla, po e keni pas sa herë ballafaqohet me realitetin ky gabon, ja huq qysh ka huq me detyrat matematikore të klasës 5 atje. Tha edhe pse sot jena pak, prap jena ma shumë. Jo, nuk jeni ma shumë, sepse jeni 1% e grupit parlamentar, ndërsa na jemi mbi 50% grupit parlamentar prezent. Dhe nuk është përgjithësia e opozitës me bërë në këtë vend. Përgjithësia e pushtetit, ta ka jep qytetari pushtetin me qeverisë,
ta ka jep qytetari pushtetin me i zgjidh problemet, ta ka jep qytetari pushtetin me qëndru pranë tyre në kriza dhe jo me i braktis. Këta nuk e din sa është çmimi i naftës, sepse shetiten me gjipat zi. Këta nuk i shohëm na, ata na shohin neve. Kështu e kishin propagandën dikur. Dhe ky njeri është i rrezikshëm. Nuk po thot Ganimete Musliu, e ka thonë presidentja e Kosovës. Aleatja e saj, me cilët kanë hongër, kanë pi bashk, me cilën ka bashkëpunu dhe kur u kapën për një karrikja qiti helaqet duq. Ves me naftë, mu ish me lidhë dhe qysh bën mirë, për ndryshe vazhdo. Sot, ju muni edhe me u zgërdhi. Po qytetarët e Republikës Kosovës po vujnë. Ja u keni ngjit lakun fyt qytetarëve. Nuk është mo problem veç nafti, problem është Albin Kurti, i cili ka mision me shkatru Kosovën, me shkatru çdo gjë që është bën këtë vend.